Pas disa muajve mos dakordsi, opozita dhe mazhoranca kanë gjetur gjuhën e përbashkët sa i përket procesit të integrimit. Në kuvend, palët kanë depozituar një rezolutë të përbashkët, e cila nënvizon angazhimin reciprok mes të majtëve dhe të djathtëve, si dhe forcimin e dialogut politik. Maggioranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtarinë parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Të dyja palët angazhohen për forcimin e dialogut politik. Rezoluta kërkon gjithashtu përshpejtimin e reformës zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR, mbështetje për institucionet e drejtësisë në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, si dhe garantimin e lirisë së medias. Të kërkojë përforcimin e përpjekjeve dhe të konsolidojë rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit në nivelit lart dhe krimit të organizuar, duke garantuar mbështetje të plotë për institucionet përkatëse dhe zbatimin e kërkesave të Bashkimit Evropian. Kuvendi i kërkon qeverisë raportim periodik për negociatat, për shpejtim të reformave në grup kapitullin e parë themeloret, transparencë në prokurimet publike dhe përfshirje të aktorëve politik dhe shoqërisë civile në vendimmarrje. Ky dokument u votua me konsensus nga anëtarët e Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme.